Rrugët Memleshi dhe Markleshi në Paralagjen Dardania vazhdojnë të janë në gjendje as pak të mirë infrastrukturore prej më shumë se 2 dekada. Kjo situatë po u shkakton vështirësi të mëdha banorëve, veçanërisht gjatë rreshjeve, kur rrugët bëhen pothuajse të pakalueshme, kështu bëri të ditur Muharrem Morina, banor i kësaj lagje. Kjo rrugë është shqetësuese pej mas luftës së kënej, se pa luftë e kanë ndërtu ata për kohë vetën, atë mas luftë se ka këqyrë kërkush. Ky qytetar gjithashtu tha se kërkesat për rregullimin e rrugëve nuk kanë munguar dhe ato kanë qenë të vazhdueshme nga komuniteti i zonës, por deri më sot nuk ka pasur hapa konkret nga institucionet përgjegjëse. Janë anku populli. Po na dëmtojnë biciklat, kerrat, motorat, disa, po këta jo jem ka bëjmë mërmet të shti kabla për tokë, jo gypa tujt, jo që si gjë është. Në lidhje me shqetësimet e ngritura nga qytetarët për gjendjen e rrugëve në fjalë, drejtori për infrastrukturën në komunën e Gjakovës, Shkumbin Kasrati, tha se në buxhetin e vitit 2025 është planifikuar përfundimi i këtyre rrugëve. Sipas tij, projektet janë tashmë të parashikuara dhe pritet që gjatë këtij viti të realizohen punimet e nevojshme për rehabilitimin dhe asfaltimin e tyre.